لله ثم الحمد لله رب العالمين فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم نحمدك يا الله ونستعينك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم të nderuar e shumë të respektuar besimtarë, falënderimet i takon të Madhit Zot, krijuesit të vetëm, si dhe furniziosit të papunë të gjithësisë, i cili vërtoi veten e tij se është Ar-Rahman, mëshirues për mbar krijesat, si dhe është Ar-Rahim, mëshirbërës entras për besimtarët. Atë falenderojmë të vetëm prej tij ndihmë kërkojmë strehim tek Allahu për keqjes të vetvetes dhe veprave tona të shëmtuara. Këtë dhe Zotë Allah s'ka kush e largon, e këtë e humbajt s'ka kush e udhëzon. Si dhe dëshmoj se Muhammedi a.s. është rob dhe i dërguar i tij. Andaj paqja, mirësi, begatit e Perëndis qofshin mbi profetin dhe Allahut Muhammed Mustafa, si dhe mbi pasuesit e rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të shmuar besimtarë, ne të lutemi si çdo besimtar që lutet në këto çaste të kësaj dite të madhe e të bekuar, e duke thënë, ja Rabbena, o Zotin, ti që je drita e qiejve e tokës, në nxjerr nga errësira e ignorancës në dritën e njohjes dhe diturisë, dhe na përfshi me mëshirën tënde në mes robëve tu të devotshëm, të nderuar rob të Perëndis. Në surën El-Bekare, ajetin 153 të lexuar më lart, Zoti ynë i cili quajti veten e tij se është Es-Sabur, i durueshëm në Kur'anin Kristik thot, o ju që keni besuar, kërkoni ndihmë me durim e me të falur, se vërtet Allahu është me durimtar. E në kapitullin e Ra'd, verseti 24 thuhet, Selamun aleikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selam aleikum, paqë për xheneti. Me durimin tuaj ketët shpëtimin, sa përfundim i lavdishëm është ky vend xheneti adli. Të dashur musliman, më lejoni që hutbën e sotit të intituloj me emrin Durimi është dritë për besimtarin. Si dhe me lejen tuaj këtë hutbe dua dedikoj zemrave të lyera, secilit prej nesh që në familjet tona kemi një të sëmur, secilit të varfër që lufton për kafshatën e gojës, secilit që tjendet në hallet të mëdha, secili që ka rënë në fatkeqësi, secili që kanë ngelur i vetëm në këtë jetë si ai uli në nuk. Si dhe çdo shpirti të tentosur, i cili nuk dihet i gjehet në këtë botë për plot trazira, konflikte dhe dallime. Por gjithashtu në këto rreshta nuk do t'i harrojmë edhe ata të cilët sot jetojnë në mirëqenie, në siguri, me pasuri, me begati dhe me plot të mirat e Allahut. Durimi pra, ajo që njët prishe në mesin tonë si sapi, është dritë e besimtarit e cila e udhëheq atë në errësirat e sprovave të kësaj jete, të brendave dhe të fatkeqësive të shumta ai i cili do t'i përjetojë. Durimi është garanci me të cilën garantohet suksesi njerëzor. Allahu i Madhërisht nxit njeriu që të paniset me këtë vlerë të madhe morale, që quhet durim sabër. Termi durim në Kur'an përmendet në 90 vende. Për të kuptuar më së miri vlerën e durimit, i Madhi Zot me Kur'an na përkujton një rob të madh, një pejgamber të ndershëm, të respektuar
e të dërgueshëm e që është Ejubi a.s. Allahu i lartësuar këtij profeti i dha dhurata dhe begati të shumta, si dhënje të pasurisë, sa që vlerën e saj në fund të kusht namaste, i kishte dhënë një bashkëshorte besimtare, të sinqertë e të bukur. I kishte dhënë vetë Ejubit bukuri, të papar dhe turp të fuqishëm, i kishte parë 14 fëmijë, si dhe i kishte dhënë autoritet të madh në mesin e njerëzve, të cilët e donin dhe e respektonin pamamës. Shikoni dhe dëgjoni vëllezër, Ejubi a.s. ishte në të gjendje tepër të kënaqur pranë një nivel të lartë, për të cilën çdo kush nga ne ja kemi lakmi, por shtuar jetoj vetëm 50 vjet, pa asnjë brejë, pas kësaj luturie, deshti Zoti ta sprovon me një sprovë të madhe. Andaj, në shembullin e Ejubit a.s. mund të gjejnë ngushëllim ata që sot janë në fatkeqësi, që janë të sprovuar, dërsa mësim mund të marrin edhe ata të cilat jetojnë në begati dhe në mërqenje, dëgjon me vëmendje këtë tregim dhe mendon dhe mediton. Sprova e parë që Zoti e sprovoi Ejubin a.s. ishte se ja mori tërë pasurinë. Pra, humbi çdo gjë dhe ai mbeti i varfër. Sprova e tij i vditën në vdiqën të gjithë fëmijë. Sprova e tretë që Allah e sprovoi ishte sëmundja e rëndë që e bëri të panevojshëm këtë pejgamber të Allahut. Miqtë e braktisën duke u frikësuar nga kjo sëmundje e rëndë. Të gjithë e braktisën pas gruas dhe 2 miqjeve të ngushtë. Tërë dunjaja e la Ejubin a.s. Ejubi humbi të gjitha, beti pa asgjë, pa fëmijë e dashur, pa shok e pa janat. Të gjithë atë e braktisën. Paramendoni kur Ejubi beti i vetëm, i panevojshëm në shkatin e vdekjes, si shkati sëmundjes së rëndë që kishte kapluar të trupin e tij. Një situatë e vështirë që zgjati 18 vite. Mendo për këtë dhe mendo për veten tënde, nëse sprovohesh në një problem të vogël në jetën tënde. Bënu të frymëtar, sepse sprovat tona janë më të vogla kafshi. Tipu dhe hecit të frymëtarëve që quhet Ejubi a.s. Pejgamberi a.s. në një dhënje të tij na mëson duke thënë: durimi është dritë. Për secilën vepër dhe për secilën lëvizje ne duhet të jemi të durueshëm. Për t'u larguar nga harami, neve në nevojitet edhe guximi, por edhe durimi. Për bërjen e veprave të mira, për mirësimin e situatave, neve gjithashtu neve në duhet durimi. Për kryerjen edhe vetë ibadeteve, kryerjen e farzeve, namazin, agjërimin, dhe të gjitha ibadeteve tjera duhet të kemi durimi. Edhe për të falur namazin e xumës, edhe për të dëgjuar hutben e xumës, gjithashtu ne kemi nevojë për durim, nga se nga durimi ne përfitojmë. Një dietar ka thënë: a mendon se mund të arrish diç në jetën tënde pa durim? Secila reformë vjen me durim, secila lumturi vjen në sajë të durimit, edhe të kundërtën asgjë e keqe nuk na ndodh edhe mos jetë shkas të mos durimit. Pra, vëllezër, durimi është aq i rëndësishëm sa që Imam i Zot jetën e një pejgamberi të dashur na e bëri shembull, model të gjallë për ta mësuar që të bëhemi të durueshëm në provat e kësaj dhunjaje. Perëndia garanton shpërblim të madh dhe mbyllje për ata të cilët bëjnë durim. Ku thotë: "O bashiri sabirin", dhe përgëzoi o Muhammed ata të cilët bëjnë durim. E durimi është rruga e suksesit dhe lumturisë, nga se pranë durimtarëve inna Allah ma sabirin, që thron Allahu, kur ka durimtari Allahun afër, më lehtë i kalon provat e kësaj dhunjaje. Profeti alayhis salam na mëson duke thënë: dije se fitoria vjen në sajë të durimit, si dhe në një dhënje tjetër thotë: njeriu nuk i është dhënë dhuratë më e madhe nga Allahu se sa vetë durimi. Pas durimit dhe bindjes që kishte Ejubi alayhis salam në Allah, pas gjithë asaj sprove të madhe, Zoti kompensoi të gjitha humbjet, duke i dhënë një përfundim madhështor Ejubit alayhis salam. Mjafton fjala e Perëndisë në surën Sad, ajeti 44, ku thotë: vërtet ne e gjetëm atë të durueshëm,
sa rob shumë I mirë është ai që I kthyer tek Zoti. Për në punë dhe të nderuar, të lutim të marrim Zot, të na nderojë me këtë cilësi që I ka emrin sabri durimi, I cili do të jetë dritë e lumturisë dhe suksesit tonë në këtë jetë dhe do të na garantojë të mirat e ahiretit. Dhe të jemi gjithmonë prej robëve të sinqertë, të cilët mendohen sinqerisht dhe janë duritarë në drejtësi. Allahumma amin, amin, amin. Ela inna ahsana al-kalami wa ablagha al-nizam كلام الله الملك القادر العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه. فقال عز وجل في قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان